Edhe sot ja ku jemi me horoskopin nesër. Këtu është horoskopi e diel 28 dhjetor 2025. Dashi. Periudha e ngjarjeve në shtëpi, ndryshimet e mëdha në shikim të dashuruarit sonte janë më të dëshiruar. Një ditë që fillon mirë, por kjo mbrëmje sjell lodhje. Demi. Ditë e favorshme në dashuri, mund të sqaroni disa dyshime. Një moment i rëndësishëm për krijuesit, për të rinjt, për ata që duan të përparojnë. Binjaket. Informacioni që arrin sot mund të jetë i gabuar, mos u besoni atyre që ju tregojnë. Dashuri e mërzitshme, me të drejtë ankohesh. Gaforia. Kujdes në përpjekje. Perspektiva më të mira në mbrëmje, por sot diçka nuk është në rregull, udhëtime të rënda, shpërqendrime. Luani. Portofoli do të jetë pak i lodhur, do t'ju duhet të shpenzoni pak më shumë. Dashuria paksa e nënshtruar. Virgjëresha. Shumë situata, veçanërisht të dashurisë, duhet të menaxhohen me vëmendje dhe pozitivitet. Ditë e hutuar por interesante. Peshorja. Ju ndjeheni një energji elektrike të caktuar dhe është e lehtë të ndjeheni impulsiv. Dashuria mund të rikuperohet, takimet gjithashtu mund të favorizohen. Akrepi. Në mëngjes jeni paksa jashtë formës, pasdite do të dëshironi të hakmerreni për një gabim. Njerëzit e rinj mund të gjejnë një shtëpi ose lëvizje, ndryshime në shikim. Shigjetari. Në këtë moment janë ndër shenjat më të forta. Mos shtyni asgjë, edhe një telefonat dashurie mund të jetë e rëndësishme. Britsjapi. Dita që sjell shumë energji për ndryshimet që tashmë janë duke u zhvilluar. Sonte do të keni një situatë me fat, në këtë pikë varet vetëm nga ju, nga ajo që dëshironi të bëni në të ardhmen. Ujori. Një gjendje tensioni mund të krijojë probleme në dashuri. Ju që urreni të kërkoni mendime ekspertësh, tani jeni të detyruar të përdorni ndihmë. Peshqit. Kushtojini vëmendje fjalëve, nuk ndjeni rehat dhe mund të keni pyetur shumë gjëra. Dita del pak e trazuar, me sa duket jo shumë konstruktive. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Kalofshi një mbrëmje të mirë.